Më si zjen këto ëndra, këto dëshira dhe është e gatshme madje digjet t'ja tregoj dikujt këtë botë të saj, por nuk gjen dot fjalë, domethënë rastin, I mungon guximi, se mjetisi që e rrethon është armiqësor ndaj tyre, mund të vazhdojmë më tej. Megjithatë asaj dukej se po ta donte Charlie një gjë të tillë, po ta kishte parandier, po t'ishte puqur qoftë edhe një herë të vetë me shikimin tim e mendimet e saj. Zemra do t'i zbrazej për një herë nga gjitha ajo ngarkesë, ashtu siç bien frutat e pjekura të pemëve, sa vëdohen në to. Ajo është e mbushur dhe mjafton një shikim që të zbrazet, të çlirohet. Çfarë kuptojmë nga kjo? Që ai është gati të bjerë në dorën e kujdo që do t'ja jap atë shikim. Bën mirë të jeti shoqi përndryshe, dhe kështu ndodh. Kjo është historia e saj. Kështu shkon natyrshëm tek tradhtia. Shkon ajo nuk e drejton Flauberi. Mos harroni, një nga parimet e tij krijues është impersonalizmi. Shkrimi duhet të jetë impersonal. Personazhet duhet të ndjekin rrugën e tyre, jo t'i drejtojë shkrimtari.